Jemi tek një kantier që sapo e kemi filluar te ura Dajlanit. Do të rikonceptohet komplet aksi gati 1.3 km që nga nyja e Shkozetit, rotonda atje, dhe deri tek stacioni i trenit në qendër qytetit. Puna ka filluar kryesisht me rifiniturat e pjesës ekzistuese, por edhe për të zgjidhur një problematikë që ka me përmbytjet zona e plazhit, kështu që bashkë me tani, me fondin dhe me firmën kemi diskutuar që të bëjmë një propozim për të marrë dhe urat e zonës së plazhit në rastet që ka rreshtet shumta. Gjithë aksi konsiston në rehabilitimin komplet të sistemit ndriçimit, shtresat asfaltike në pjesën tjetër janë okay, kështu që ne do të shtojmë korsit e biçikletave, do të shtojmë gjelbrimin, do të bëjmë ndriçimin e komplet të aksit, sepse normalisht është hyra kryesore e qytetit të Durrësit. Dhe kjo vjen si një rrugë paralele me rrugën paralele me murën e portit që është ndërtuar në 2015 me fondet e qeverisë shqiptare. Ishte një investim shumë i domosdoshëm jo vetëm për të zgjidhur problematikat teknike të rrugës, por edhe për ndryshuar pak atë prezantimin e përgjithshëm qytetit, sepse është në nyjen kryesore. Këtu në fakt, kryeministër, ne punimet do t'i fokusojmë në këtë, stacioni i trenit, do t'i fokusojmë në këtë aksin këtu, sepse gjithë rruga derisa lidhet me plazhin, pastaj do të përdoret nga Giro d'Italia. Ky aks do të jetë që do të kalojnë ciklistët dhe ne sigurisht nuk e bëjmë dot kantier ndërtimi, por pas datës 9 do të vijojmë edhe punë me pjesën kryesore, që gjatë kohës që do të ketë punime sigurisht do të ketë një ngarkesë rruga tjetër paralel me portin, pra që është kjo këtu. Do të jetë rruga kryesore, le të themi, por do përpiqemi që edhe në punimet ecim shpejt me fondin shqiptar. Dhe elementi tjetër që është praktikisht hyrja e Durrësit, ishte hyrja autostrade, kjo kthehet në komplet hyrje urbane me korsi biçikleta të trotuareve. Prandaj duhet një heqje të gjitha të lloshurat janë aty. Ne do përpiqemi që të pastrojmë sa më shumë tjetër mundur këtu. Duhet me vënë kufi, domethënë mos ketë më që gjithë nuk nxjerr makina, nxjerr gjëra në rrugë. Ajo duhet me vënë kufi. Edhe duhet ndarë, edhe kjo pjesa këtu me rretheta duhet ndarë, më mos ta hajë çfarë njerëzve. Po. Pra sistemohet kjo vija kryesore. Ndërkohë këtu kalon dhe pjesa e rrugës në cilën punimet sigurisht që kanë avancuar dhe e duket dhe rrethimi. Lidhja e këmbësorëve bëhet nëpërmjet kësaj urës ekzistuese që është bërë me rilindjen urbane, le të themi. Por kjo do të jetë kryesisht për përmirësimin e fluksit të lëvizjes së mjeteve. Është private. Po.